Na, me thonë drejtën, gjatë kësaj jave kena një takim me, para play-offit, kena me pas një takim me Federatën e Basketbollit Kosovës, jo na, por gjitha me gjitha klubet. Gjitha klubet për të diskutuar çështjet e play-offit. Dhe ne zyrtarisht tani veç kemi quar shkresën presidentit Fetau dhe sekretarës zonja Dushku për putjen e rendit të ditës për diskutimin rreth zgjerimit me 9 respektivisht 10 ekipe, që unë mas pari kom dorë si përfaqësuesi i klubit, ta dëgjoj edhe interesimin edhe të skuadrave tjera, të cilët vazhdimisht kanë shprehur interesim domthonë për klubi jonë tjetë pjesë e Superligës. Dhe në ndeshjen e parafundit që patëm me skuadrën e Borës, zotët presidenti, zotëja Johani, domthonë ishte ai i cili tha që unë kam e konguli pari për me diskutu këto, edhe ne thjesht vazhdimisht me bëni se kryetari sa ishte në studion e ytë, që ky vendim ka u marrë më sa duket në maj, por ne kena dashur me ngritë si një çështje për ta diskutuar. E ta shohim, unë jam optimist që kjo do të bëhet. Mendoj që është pak më e mirë për basketbollin se sa për klubin tonë, se nuk mendoj që Federata Basketbollit Kosovës dhe Basketbolli Kosovës në përgjithësi ka luks ta humbë një skuadër për neve. Unë kom thonë edhe në intervistat e mia, nuk është fundi i botës, edhe po të luajmë një vit. Ose luajmë një vit Super League, në fakt ligën e parë farni, ose me që jena këtu në klan televizionin klan, nështë e kena Alaudin Hamitin këtu, mina me shku dhe më konkurun Big Brother në edicionin arshëm. Dikun e gjëjnë a vendin, po si do që tjetë, unë e shpresoj fuqishëm që kena më konë pjesë e Superligës. Për një pozitën Big Brother aty të garantojmë. Ose e ke përmendë dhe mos përdo një pak më shkute në Nanaile. Një par rehabilitimi keni nevoj. Ma boni Edmundi, ama me trener, se Edmundi ishte lojtari i fundit, i cili fatkeqësisht e kputi ligamentin. Edhe më tha, si me na njellë, tha, që unë nuk është që për e Si e thati që ato, Edmundi u lëndu i fundit. Unë nuk thash kur gjo kesh, thash për e shqyrtojmë, apo vazhdojmë me lujt, apo shkojmë në i qendër rehabilitimi, se si vjetë me thonë drejt, jom detyru 2-3 herë me kërku edhe nga një basketi lojtar, do bënë që shqytzoj razën e ti falemderoj si ekipe Prizrenit, me na dhonë, do bënë Hajriza Izeri, Rinol Gashi, kanë qenë shpesh, jena munu s'paku mi bo 10, për me mujtë më ushtur t'i shka 5-5, se një me kena pas shumë